Po është biseduar dhe është trajtuar kjo temë disa herë edhe gjithherë jemi fajsuar ne mësimdhënësit. Unë kam një mendim pak më ndryshe. E kam biseduar edhe me zyrtarët e ministrisë. Testi PISA kemi hyrë në atë valle. Viti i parë, viti i dytë, ndoshta mund ta sfidoj sepse nuk kemi pas informata të mjaftueshme sa duhet. Me që i kemi këto informata, atëherë ministria do t'i marrë ekspertët më të mirë që i ka, edhe ata me fillu një model të pyetjeve që parashtron në PISA, me përgatit edhe neve me na përgatit edhe tekstet shkollore ndoshta në çet frymë të testit të PISA-s. Mënyrë ne paraprakisht me fillu me u parapregadit. Pastaj shkolla e tretë faktikisht do të binte që ministria me caktuar trajnime të kësaj natyre më shumë që i përshtatet, që ne mu parapregadit si mësimdhënës në radhë të parë, me metoda, me forma, me teknika të ndryshme të punës, me të cilat ne pastaj do të punoni me nxënësit në një farë forme në vitin e tretë ose në vitin e katërt, hajde që edhe vitin e pestë po e bëjmë. Po mas 5 viteve ne jemi me prap të fundit. Sepse ne përmendëm në fillim atje kur thash jam krenar që kemi nxënëse në Harvard që na kanë shkolluar dhe jo shkolluar atje. Do të thonë për kësaj shkolle kanë dalë ata nxënës. Si individ kemi shumë. Po asnjëherë s'jam vetë kënaq me individin, por gjithëherë kam thonë me shumësinë. Edhe me kolektiv, gjithëherë e kam atë frymën e bashkëpunimit, tolerancës, mirëkuptimit. Edhe kjo frymë na ka marrë edhe si kolektiv, se 120 mësimdhënës me dëshira dhe ëndra nga më të ndryshmet, edhe me halle të lashë nga më të ndryshmet. Edhe kemi gjetë një mesatar dhe kemi hecë në kam të shëndosha dhe kemi suksese bashkarisht